dy fjalë për të gjithë dashnorët e Flamengove dhe të Pelikanit Kaçurel. Ti, Gjergjinski atje, Lenini, nuk mund të të dhimbë se Pelikani Kaçurel dhe Flamengoja, ditën kur ta kanë zgjerë fonde për t'i ndruar me terapi hormone seksin fëmijëve. Dakor? Fëmijëve tanë, që të gjithëve. Me taksat tona, që t'u dhimbë sa aq shumë. Atë sheshin që e ke plot atje ti e bashkëpunëtori i tyre. Atë sheshin që e ke plot atje 67% njerëzve i ke demokrat. Të ekspozuar votues të Partisë Demokratike, drejtues strukturave të Partisë Demokratike. I ke marrë dje, atë protestën, nxjerr një ashtu dhe bëni vet. Ju a bën ky këto, PR-in. Rama dhe Berisha njësoj të dy në burg. Ti. Dakor? Dhe ca qindra për atyra 10 i ke sjellë Kselia Partisë Demokratike, marksista leninista të vegjël. Tash ta dish një gjë ti. Ka ajo Selia atje, Marksi ka një faturë pa paguar. Shpaku faturë e vjetër. Paguhet me varre pa extra dhe extra pa varre. Ti, komunistuc i vogël, jashtë kohë, ky është oficeri, shefe kuadri, ku çka kanë qenë nga këta të vegjëlit. Dakor, çorra, topellor, çfarë jeni ju aty që vazhdoni thoni Marksi dhe Lenini, kundër imperializmit, mirë është mos vish ta paguash, ti do ta paguajnë këta. Këta që së ndjehen diçka din, mama. Në qoftë se do ta hapësh këtë lojë, ne e hapim, nuk është problem, po ty nuk të leverdis. Gjëja e vetme që ke bërë djeti, duke çuar njerëzit atje, është i treqerekun e sheshit e ke larguar, se të kanë treguar se nuk je ti organizatori, se është protestë qytetare ajo. Dhe në qoftë se thuhet jo politikan, ti jo i pari. Sepse akoma me qorrat paraardhës, Gjergjinskin, Leninin, Stalinin paraardhës, dakor? Akoma sot vazhdojnë paguajnë dëmin e tyre, e çuan të popull në uri dhe në tallon. Kështu që me kujdes herë tjetër dhe me batutat dhe me të gjitha. Forcët përgjigjen prapun. Po, zote Muçi, replik. Zoti Muçi për replik. Okej. Atëre, me qënë se këtu ndodh shpesh, në fakt, që nga të dyja krahët të më referohen mua dhe lëvizjes bashkë si marksistë, leninistë, Gjergjinski, Lenini, Stalini, e më thetë thash, dua t'ju them dhe t'ju qartësoj që ata të rinj dhe ato të reja që protestojnë atë shesh, nuk e njohin Marksin. Ata të rinj dhe ato të reja, që kurse kanë hapur syt maternitet, kanë parë Sali Berishën. Që kurse kanë filluar flasin dhe të hecin, kanë parë në pushtet e Diramën. Prandaj, lereni Marksin dhe Leninin. Ata të rinj dhe ato të reja, nuk e njohin dhe nuk protestojnë as për Marksin, as për Engelsin, as për Nietzschen dhe as për Feuerbach. Ata të reja protestojnë kundër jush, kundër dëmit që i keni bërë këtij vendi, kundër shkatrimit, kundër paktit tuaj me oligarkët, që i lindët ju dhe i shqenë këta tani. Prandaj dilni dhe jepuni llogari, dhe ju mund të vazhdoni pafundësisht me batuta të dala boje. Unë kam lindur pas i vdiqen veri, dhe unë s'dua t'ja di fare për atë kohë. Unë dua t'ja di për këtë kohë. Çfarë jeni duke i bërë popullit shqiptar sot? Të gjithë ju, për 35 vjet, ti duhet mbani përgjegjësi dhe keni dhe fytyrë të na drejtoheni ne. Zoti ministër, keni fjalën, zoti Lamallar. Ju lutem zoti Strazimiri, nuk ka replik mi replik, sepse ju drejtuat, ju lutem zoti Strazimiri, ju lutem uluni sepse ju nuk ka replik mi replik. Ju lutem, nuk ka replik mbi replik. Ju lutem, uluni. Ju lutem, uluni, zoti Strazimiri. Zoti Lamallari, keni fjalën.
Ja kam dhënë fjalën ministrit. Ja kam dhënë fjalën ministrit, lutem. Uluni, ja kam dhënë fjalën ministrit. Lutem. Fjalën e ka ministri Lamallari, lutem. Të lutem, ju lutem, nuk do ta shkelim rregulloren. Ju lutem zoti Strazimiri, uluni. Mirë, uluni. Uluni në vend. Uluni në vend, ju lutem. Zoti Berisha fjalën për replikë, për replikë më falni. Zoti Berisha 1 minutë, ju lutem për replikë. Edhe një herë replikë. denoncoj me forcën më të madhe qëndrimin stalinist Edi Rams për të organizuar antimiting në Vlorë, që ka përbën një akt të shëmtuar kriminal. Kriminal. Ndaj dhe merë një masa të anulloni kundër mitingu. Kjo është, po garantoj shërptorët e qeverisë se kur, as i forcë në botë, nuk më poshtë dot këte opozitë o mjeran. Dhe se opozitë e opozitës është shërptorja më e shpifur e qeverisë. Është loja ndyre e Edi Rams. Harroj kush se ne do pajtohemi me aktet e Edi Rams, me epitetet të tipit të Spiro Koleks, Enver Hoxha, Xhelatit Rama, që u ven protestuesve paqësor, topat e ujt që përdor kundër nënave me fëmijë. Po e gjujti foshën karros nuk e pat ju. Prandaj sepse partia e krimit ju ka vu një fashë përpara. Prandaj të para që do të griheshin sot këtu. Pra këto janë të gjitha. Nuk ka asgjë që mund të devjoj këtë forcë politike. Asgjë. Do qëndroj e palkundur në parime dhe Faleminderit, zoti Balla ka kërkuar fjalën për procedurë. Zoti Berisha, shoh që insistoni me padurim që të merrni pjesë në festat e 35 vjetorit Partisë Socialiste. Ne kemi një kalendar të parashikuar të festave tona. Sigurisht që ju nuk mund të jeni i ftuar në ditëlindjet e Partisë Socialiste, as në Vlorë, as në Tiranë, as gjëkundi. Ne ju kemi mundur 15 herë nga 20 betejë elektorale. Me Edi Ramën, kryetar të Partisë Socialiste, ju kemi mundur 8 herë rresht në 8 përballjet e fundit. Do ju mundim përsëri pas një viti në zgjedhjet vendore. Do ju mundim dhe në 2029. Prandaj diversionin tënd se nesër në Vlorë, pas kemi ne antimiting, ne kemi një fest ditëlindje. Dhe populli i Vlorës është kryeqyteti i Partisë Socialiste. Dhe pa dyshim, për Artur Shehun ti pyete këtë, se Artur Shehu e ka çuar në Vlorë këtë. E di fare mirë ky. Me makinën Artur Shehut ka shkuar në Vlorë, po e di fare mirë. Pyete. Kështu që mos u nxehni. Merreni me qetësi, siç ju kemi mundur, do vazhdojmë t'ju mundim përsëri. Dhe ndërkohë bëni mirë që të vini mend se nuk po ju kupton
askush. Zotëria del edhe thot mbështesim investimin. Gjë që tregon të paktën kulturë shtetërore. Dhe sa i përket investimin në Zvërnec, jo ju, edhe ju tjerët atje në fund sallës. A investim do të realizohet se Shqipëria nuk e ka as shansin, as luksin e keq të humbi këtë investim. Është një investim historik, i cili do ta vendosi Shqipërinë tonë të përbashkët aty ku na takon, në ligën e kampionëve të vendeve me turizëm të zhvilluar. Ata që dalin kundër këtij investimi nuk i shërbejnë interesit vendit. Pushati, që se po flas me këton, po nuk merr me ty, po merr me këtë, tash kur të vi koha të merr me ty, ka marrë punë. Tani e fundit. Prandaj tregoni me një qëndrim. Dilni këtu dhe thoni, jeni pro investimit apo kundër investimit. Kaq. E gjithë diskutimi bëhet për këtë. Ne jemi pro investimit sepse mbështesim investimin. Zoti Berisha, ju lutem kërkoj mirëkuptimin tuaj, me qënë se ma bët një nder sot, ju lutem, sepse fjalën për replik. Edhe një herë, dekoratat e turpit në partinë e krimit Degën Vlorë u shpërndan par dje. U dekorue famozi Mezan Malaj, Malaj tjetri me radhë, dhe ky është mashtrim publik që bëni. Po, tani thoni se u kuptoni ju, sa ju thot do shkojnë në fshatu, do shkojnë në fshatu në atje tani jam këta, po jo. Edhe u përmallohen gjoja, edhe sulen me çel gojë. Bënim ledhje 4 orë, s'flisi do të një fjalë si me qenë kukulla. U keq përdor në shkallë ekstreme. U shet çdo gënjeshtër. Nesër është antimiting. Dhe mos guxoni ta organizoni. Nesër është antimiting. Ku është vaj që e mori gjatë Pallaskën e Ramës në Pallat Kongreseve? Që iqej si kështu disident ky Erioni, ku është? S'ka sot fare. E pata apo jo? E dekoroj bashkë me Gramosin. Ndaj dhe lerja ato, hiqni dorë nga antimitingu, hiqni dorë nga dhuna ndaj protestuesve paqësor, sepse i keni hedhur ujë në karrosën e fëmijës. Një zonje, i keni pato, hiqni dorë nga cilësorët e turpshëm, hiqni dorë nga keq përdorimi i asaj që quhet opozicë, që është krijesë mjerane, shërptore mjerane e qeverisë. Zoti Vëngu, keni fjalën për procedurë. Faleminderit, zonja kryesuese e seancës. Doktor, ka nikur vitet kur intimidoi vlonjatët. Ka nikur vitet kur vlonjatët kërkonin leje që të bënin aktivitetet e tyre. Ka nikur vitet kur intimidoje gjyshrit tanë dhe baballarët tanë. Kjo gjenerat në Vlorë nuk ka për të kërkuar leje, as kur të mblidhet dhe as kur të festoj. Ju lutem bani qetësi. Pika e parë. Ju lutem, zoti Strazimiri. Pika e dytë. Se vura që nga kolegët e nderuar të opozitës, të cilët e përfaqësojnë qarkun e Vlorës me korrespondencë, dëgjova këtu se keni filluar të interesoheni për çfarë duan vlonjatët. Kërkojeni bizneseve të Vlorës, çfarë mendojnë për zhvillimin e turizmit, çfarë mendojnë për zhvillimin e Zvërnecit. Kërkojeni rinisë vlonjate se çfarë mendon realisht. Dhe pastaj ejani dhe të bëni këtu linqimin e papranueshëm që keni bërë për sa i përket emrave të atyre 12 kolegëve që nuk duhet i përmendin në këtë mënyrë në asnjë mënyrë, sepse ligji është ligj. Ligji që votohet këtu respektohet. Në qoftë se doni që ligjet të reformohen,
e janë i propozojni dhe ne patjetër jemi këtu për të marrë rekomandime apo edhe për të refuzuar sepse siç e keni emrin jeni opozit, nuk jeni në drejtim të vendit. Pika e parë. Pika e dytë.